Thot pejgamberi alayhis salam në një hadith kutsi se Allahu subhanahu wa taala ka thonë: Hukkat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Thot e meritojnë, Allahu subhanahu wa taala po thot, e meritojnë dashurinë time ata që duhen mes veti për hir timin, për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa hukkat mahabbati lil mutawasilin fiyya. Dhe thot Allahu i lartësuar, e meritojnë dashurinë time ata që kanë kontakte, pra që kanë marrëdhënie shoqërore për hir timin. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala: wa hukkat mahabbati lil mutabadhilin fiyya. Thot dhe e meritojnë dashurinë time ata që së bashku sakrifikojnë për hir timin. Wa hukkat mahabbati lil mutazawirin fiyya. Dhe e meritojnë dashurinë time ata që e bëjnë ziaret njëri tjetrin për hir timin. Pra bashkëpunimin veprat mira, po qoftë edhe një ziaret, asgjë më shumë, një vizit që ja bën ti muslimanëve, shtimi i numrit të muslimanëve, vetëm pse e shton numrin e muslimanëve, e shton numrin e namazlive në xhamat, në xhami, e shton numrin e pjesëmarrësve në ndonjë vepër të hajrit, vetëm kjo bëhet sebeb që Allahu subhanahu wa taala të bëj prej atyre të cilët ai i don. E ata të cilët ai i don nuk i dënon dhe i shpërblen.